Në fshatin Mazhliq gjendet xhamia me varre e njohur me emrin Xhamia e Trepçës. Xhamia e Trepçës me varrezat paraset mbeturinat e shtetit të braktisur dhe të vdekur që nga periudha e pushtimit osman. Sigurisht që nga kjo kohë daton edhe kjo xhami. Në fillim mund të ketë qenë si një mesxhid, e më vonë të jetë shndruar në xhami. Të dhënat për ngritjen e saj lëvizin në kohë. Sipas shënimeve turke, xhamia është ndërtuar nga Musluhedin Abdulgahi, ka mesi shekullit të 16. Sipas sigjirit të fundit 956, mesi vitit 1549, sipas dokumenteve vakfie, në të njëjtin vend, po i njëjti person, së bashku me mesxhidin ka ndërtuar edhe hanin, i cili mendohet se i ka themeljet në afërsitë të xhamisë. Sipas vakfies, fshatarët rreth qytetit të Trepçës merreshin me bujqësi dhe punonin tokën e tyre gjatë ditës. Xhamia ka shërbyer për faljen e namazit të sabahit, akshamit dhe të yatsis. Sot objekti ka humbur funksionin. Në oborrin e xhamisë gjendet një nishan varri me mbishkrim osman, i cili ka takuar Ramazan bin Osmanit, është shkruar në vitin 1000, 1591-1592, ndërka që një nishan tjetër qëndron vitin 967, 1559. Ajo që ka bën interesant këtë objekt të ndërtimit të xhamive të kësaj periudhe është hyrja eksentrike dhe jo qendrore. Dritaret në nivelin e parë janë në formë katërkëndshe me ark prej guri, kurse dritaret në nivelin e dytë janë me ark prej guri të përpunuar. Sot ky monument i kulturës është në gjendje rënoje. Muret janë të dëmtuara në masë të madhe, kurse kupola qendrore është e rënduar tërësisht. Po ashtu edhe hapësirat e hyrjes, hajatit, shtyllat, harset dhe 2 kupolat janë rënuar tërësisht. Përveç murit perëndimor, të gjitha elementet dekorative në brendësi të hapësirës mungojnë. Përveç mihrabit, i cili është në masë të madhe i shkatruar, themeli minarës e cila tangjenton ballin perëndimor të hapësirës hyrëse, hajatit, ka rritur në ditët tona. Gjatë kohëve, sipas njohurive të gjithëtanishme, xhamia nuk ka përsuar transformime.